Në Durrës u zhvillua edicioni i 8 i konkursit Unë këndoj, që ngjiti në skenë 26 fëmijë të moshës 7 deri në 14 vjeç. Pjesëmarrësit ishin nga të gjitha shkollat e Bashkisë Durrës, të cilët interpretuan me mjaft virtuozitet repertorin e moshës së tyre, por edhe hite të njohura botërore. Për drejtoreshën e Qendrës Kulturore të Fëmijëve, Alta Zylferi dhe Olta Jubën, që ishte trajnere vokale e finalistëve, të gjithë fëmijët pjesëmarrës kanë dhënë të mirën e tyre në këto 2 muaj pregatitje intensive. Po, faktikisht ky është konkursi fundit, final, pavarësisht aktiviteteve që ne vazhdojmë. Ky është edicioni i 8 i Zërave të Rinj, ku prej 2 muajsh tashmë kemi pasur pjesën e seleksionimit të gjithë pjesëmarrësve të nxënësve të shkollave 9 vjeçare Durrës, të cilët me talentin e tyre në muzikë do përfaqësojnë edhe këtë mbrëmje magjike. Në fakt në një konkurs vokal i cili bëhet tashmë prej vitesh dhe për çdo vit nuk kanë të drejtë të rikonkurojnë ata që kanë konkuruar më parë, bëhet çdo vit më e vështirë të gjesh zëra për shkak se kërkon pak kohë që brezat të ri për të rihen apo të rriten brezat të rinj. Kështu që le të themi që nuk ka qenë fort viti thjesht, megjithatë besojmë dhe shpresojmë të ketë rezultate shumë të mira. Patjetër që në 26 fëmijë aty ka edhe element specifik shumë të veçantë, sikundër ka dhe fëmijë që brenda kuadrit të një fëmie plotësojnë kriteret për të qenë finalist. Që kemi besim që diçka pozitive do dalë nga ky konkurs. Konkursi Unë këndoj është ndër aktivitetet kulturore përmbyllëse të Qendrës Kulturore të Fëmijëve për këtë vit shkollor, por gjatë muajve të verës nuk do të mungojë përfshirja e tyre në evente të organizuara nga kjo qendër. Marsiol Beja, Anabel Gjoka dhe Nicole Campaccioni u shpallën fitues të edicionit të 3 të konkursit Zërat e Rinj për kategorinë e parë, të dytë dhe të tretë. Një moment i veçantë dhe me shumë emocione ka qenë ai kur vogëlushja Klea Toma me aftësi ndryshe është ngjitur në skenë dhe ka interpretuar e shoqëruar nga kori i të gjithë fëmijëve pjesëmarrës.